Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Po e hap sezonin e ri të emisionit Në Majë të Gjuhës me një njeri shumë të veçantë. I ka flokët e gjatë, është fac. Kristalja e don fort e besa edhe do gra tjera shumë e dojnë. Është charming, është punëtor, është profesionist, është njëri ndër të rrallët që bën bashkimin dhe nuk e ndan popullin në ne dhe ata. Për këtë edhe dallohet dhe për këtë edhe rinia e do fort. Ndërkohë është njëri që thotë që nuk jam futur politikës, por jam menaxher, ndërsa opinionistët thonë po je futur politikës mu në moshën sikur që është futur edhe Ibrahim Rugova, doktor Ibrahim Rugova. Me një fjalë, miq të nderuar, unë e hap sezonin e ri sot me të parin e Prishtinës, me kryetarin Përparim Rama. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeri. Tash më trego, a me të thirë kryetar, a me të thirë Zoti Rama, a me të thirë Përparim? Qysh kish qef? Si ke qefti? Qysh kish qef? Për shkak të respektit, unë e kisha thanë Zoti kryetar, edhe pse unë jetoj në Graçanis, nuk të kom kryetar. Por kisha dash me të drejtu me Zoti kryetar, për shkak se edhe për shkak të publikut, edhe për shkak të respektit ndaj institucionit që u theq. Para se të filloj bisedën me të parin e Prishtinës, me kryetarin Përparim Rama, do të dëshiroja ta ndjekim dokumentarin të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni, regjisori Ben Apolloni, për Përparim Rama. Përparim Rama ka lindur më 20 janar 1976 në Prishtinë, në një familje me prirje artistike. Babai i tij ishte piktor i njohur shqiptar. Në vitin 1992, në moshën 16 vjeçare, ai u largua drejt Mbretërisë së Bashkuar në një periudhë të tensionuar politike në Kosovë, kur shqiptarët përballeshin me përjashtim nga institucionet publike dhe rrezik mobilizimi në ushtrinë jugoslave. Në Britani, Rama kërkoi azil politik, i cili u pranua për shkak të rrethanave të rënduara në vendlindje. Ky moment shënon fillimin e një rrugë të re jetësore dhe profesionale për të. Rama kreu studimet bazë në arkitekturë në London South Bank University gjatë viteve 1995 deri më 1998. Më pas vazhdoi studimet në University of East London, ku fitoi diplomë në arkitekturë dhe urbanizëm, master në fushën e arkitekturës dhe urbanizmit me fokus në teknologji dhe dizajn evolucionar. Nga viti 2007 deri në 2009 ai ndoqi studime doktorature në Smart Lab Media Institute, ku gjithashtu angazhua si mentor dhe mbikëqyrës për studentë të nivelit master. Rama është gjithashtu antar i asociuar i Royal Institute of British Architects. Në fillimet e tij punoi si konsulent në projekte infrastrukturore në Mbretërinë e Bashkuar, përfshir aeroportin e Southampton. Ai gjithashtu ishte angazhuar në mësimdhënie dhe mentorim në institucione si Universiteti i Nottinghamit dhe programe të avancuara në arkitekturë gjenerative dhe dizajn inteligjent. Si bashkëthemelues dhe drejtues i studios 4M Group, Rama ka realizuar projekte në shumë vende duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Katarin, Shqipërinë dhe qytete të ndryshme ndërkombëtare si New Yorku, Dublini, Bazeli e Praga. Ai ka qenë gjithashtu këshilltar për projekte urbane në Katar dhe për planifikim hapësinor në komunat e Londrës si Newham dhe Tower Hamlets. Një moment i rëndësishëm në karrierën e tij ishte edhe pjesëmarrja në Bienalen e Arkitekturës në Venecia në vitin 2012, ku për herë të parë u përfaqësua Kosova me pavionin Filigree Maker. Projekti u vlerësua ndërkombëtarisht dhe u përshkrua si një shembull i demokracisë arkitektonike.
Në vitin 2013, Rama dhe ekipi I tij fituan çmimin e parë në World Interiors News Annual Award për dizajnin e brendshëm të një hapësire në Prishtinë. Rama ju bashkua lidhjes demokratike të Kosovës duke hyrë në politikë me një profil të veçantë si arkitekt dhe urbanist. Në zgjedhjet lokale në vitin 2021 ai kandidoi për kryetar të Prishtinës dhe fitoi, duke marrë detyrën më 7 dhjetor 2021. Në zgjedhjet e vitit 2025, ai u rizgjoll për një mandat të dytë 4 vjeçar. Gjatë mandatit të tij të parë, fokusi ka qenë në planifikimin urban modern, zhvillimin e hapësirave publike, përmirësimin e infrastrukturës dhe mobilitetit. Përparim Rama është I martuar me Kristale Ivezaj dhe kanë 3 fëmijë, Ara Serafin, Tiger Rock dhe Bron Ndue. Ai përfaqëson një profil të rrallë në politikën kosovare, një profesionist I formuar jashtë vendit që sheh qytetin si projekt afatgjatë dhe jo vetëm si administrim ditor. Me profesionalizmin dhe vizionin e tij për Prishtinën dhe me sharmin e një politikani jo konvencional, ka bërë që sa herë të flitet për një lider politik krejt të veçantë që ngjan veç me veten, përparim Ramën të gjithë ta kenë në majet gjuhës. Zakonisht unë intervistat I filloj me fëmirin. Unë e di që ke lindë në Prishtinë, edhe 16 vjeç ke shku në Londër, por para se me shku në Londër, si ka qenë fëmiria e përparim Ramës në Prishtinë? Një nostalgji e vërtet është fëmiria, ka qenë shumë interesante, unë jam kënaqur gjatë fëmirisë, tash janë disa etapa të fëmirisë ku si fëmijë ndoshta si 4 vjeçar, 5 vjeçar, 6 vjeçar, kam kalu shumë kohë me gjyshin tem, me babën e nanës. Se ne kemi qenë dhe jemi 4 fëmijë, unë edhe 3 motra më të vogla, edhe pse nuk janë shumë më të vogla, janë binakët që janë 1 vjet e pak më të vogla dhe Arjeta më e vogla që është 2 vjet e një 2 muaj. Kështu që po mundesh me marr parasysh nana kur unë kam pas 2 vjet e qys, nana ka pas 4 fëmijë. 4 fëmijë. Kështu që gjyshi e në marrë edhe gjyshi atje në fshat Cërnis, është një fshat afër Gjilanit, Ramis Cërnisës, ndoshta ja keni ndëgjuar emrin, domethënë prej fshatit Cërnic, gjyshi atje Ferizi, edhe kam kalu shumë kohë me të gjatë fëmirisë, kam mësu shumë prej tij. Jam marrë ashtu, më ka interesu shumë gjana, edhe ato aspektet se ai ka qenë që ka dhënë, ka ligjeru gjeografi, astronomi, gjana të tilla që mua më kanë interesu shumë, po edhe punët e fshatit, gjana të ndryshme atje, punët e fshatit. Cili është një kujtim që do ta veçoje? Ka shumë kujtime të mira, po për shembull edhe mënyra qysh pa gjetë ujë edhe tash e ka krijuat bunarin edhe ku një numër I madh I fshatit vishin aty me marr ujë prej gjyshit, se ka pas ujin e mirë, ujin e pastër, po bëhet çaj I mirë prej atij uji. Edhe kanë ardhur gjithmonë me marr ujin aty, po nuk ka qenë veç ajo një gjë që më kujtohet, po edhe mënyra qysh edhe e kanë dalë për shembull për mos me dal uji jashtë bunarit që u mushke shumë. Edhe ato mekanizma që I ka kriju me disa kanta të shprasta që I leke përmi ujë edhe masanej e mbyllke atë tapën për mos me ardhë shumë ujë, uji vetë kër e ngritke këtë kantën lartë, krijoj një presion në gyp edhe ndalte ujin që mos me ardhë ma ujë këtu në bunar që mos me overflow, mos me dalë jashtë. Ato mekanizma më interesojshin, pastaj ndoshta edhe ky qëndrimi në fshat dhe këto bëmat e gjyshit tënë dhe kanë ndiku në orientimin tënë profesional pastaj. Shumë, edhe pastaj ndërtimi aty në shtëpive për shtallave faktikisht me qerpiq, me qerpiq të lloqit, ata marrohen prej lloqit. Mënyra kashte lloq e ndërtimit të tyre me qit masanej në diell për me u pjek dal nga dalë në mënyrë natyrale, pastaj me iranis njëri përmi tjetrin. Gjitha këto kanë qenë ashtu eksperienca interesante. Deri në cilën moshë ke qëndru në fshat? Po derisa kam hi në shkollë, nuk kam qëndru ton kohën, po kur kam shku kam nejt ka 2-3 javë, 4 javë, edhe ka qenë periudhë ku kam shku mrapa gjyshit
tregimet e tij masanej për mramje, prallat. Për derisa më kanë zonë gjumi, gjithmonë i thësha, okay, hajde tregom edhe një, derisa më kanë zonë gjumi me prallat e gjyshit, që pastaj kur kam fillu shkollën, i tregojsha në shkollë, në zoncave tjerë, po. Atë ka mungu kur je kthy pastaj në Prishtinë, se kur ke fillu me shku në shkollë, nuk e mujt me shku me ndejt ka 2-3 javë, ke shku pushimeve. Po, gjithmonë e kam pas qef ashtu me u kthy me nejt me gjyshin, se gjyshi më ka inspiru shumë. Normal edhe jeta në Prishtinë, kam jetu në Ulpiana, aty Ulpiana C7 kemi pas fushat e sportit, kemi lujt futboll të nditën, futboll, tenis, basketball, masanej... Që lagje shumë e bukur. Po, lagje tepër e bukur. Edhe për kundër faktit që banesat kanë qenë shumë të vogla, se kemi pas një banesë tepër të vogël, një 45 metra katror, ku kemi jetu 6 veta. 7 vile, edhe gjyshja ka qenë me neve. Po. Edhe gjyshja nana e babës ka jetu me neve, që tu pi cigare të nditën dhëm ditës. Edhe ajo ka qenë ndoshta një inspirim që do isha qysh me gjetë një zonë, me kryu një zonë private për veti me lexu një libër, apo ndonjëherë mramje me këshyrë në film e tjera. Edhe ke arrit në 27 metra katror? Po, edhe ajo ka qenë ashtu interesante, inspiruese, qysh me kriju me lëviz krevatin këton apo në këton, masanej me qita ta jastokat, mënyra të ndryshme për me kriju pak një zonë të veçantë për brenda asaj hapësire shumë të vogël. Masanej edhe ato tjerat kur shkojshim të doj tjerë me pasull, edhe me kokrat pasullit në do dhoma të muaja, kemi kriju, aty po më duket ka qenë inspirimi i parë, se nismat e para si urbanist. Çka keni kriju? Rikryojshim për shembull në Gjilan, aty kom pas doj tjerë, rikryojshim Prishtinën, thesha që qysho Prishtina, qështu është rruga kryesore, masanej këtu e kini rreth rrotullim, masanej këne është lagja Ulpiana, këne Dardania, me pasull. Dhe me kokra pasullit, krejt lagjet e ndryshme, krejt Prishtinën në dhomë ditës atje. E shumë e bukur këtë. Edhe masanej më ledhëshim pasullin, e marrëshim pasullin edhe janë. Edhe hajshim pasullin. Mirë, ndonjë kujtim për pas kjo shumë e bukur, fort e bukur. Të shkollës mesme, ende pa shku për Londër? Po, edhe kujtimet të shkollës mesme, viti parë në shkollën Gjevdedot, se në Gjevdedot kam qenë, aty takimi parë tash me shoqni 3, se pas shkollës fillore, shoqni e re në Gjevdedot, edhe e majnë men që i patëm bo zhurëm profesorit fizikës atëherë, se u bom 2 klasë një ven, ishim të stërngarkum për çështje të ndryshme, ka qenë viti 1991, ku edhe për shkak të konditave të vështira, edhe ne 3 fëmijë, edhe në 91 ne kam pas 15 vjetë atëherë, ku për shkak që bom zhurëm, ju quni dilni jashtë, edhe e boni një detyrë aty në tabel, masanej, që tha po, dilni jashtë, rrini jashtë një 15 minuta dhe këthenu mrena. Kur u këthym, tabel, ne kishë bo një detyrë të fizikës, na edha për detyrë për herën për javën tjetër, kur këthejemi, kush e zgjedhë dhe merë 5 për krejt vitin. Se ishte një detyrë e vështirë. Edhe unë e shfrytëzova mundësinë, e kam doja ka qenë fizicient, është faktikisht Jahi Hoxha, da Jahi. Shkova me detyrë, thash da Jahi, apo ma spjegon që detyrë. Edhe di që kemi kalu një 2-3 ditë derisa e kom kuptu tamam mirë detyrën, edhe javën tjetër e qova dorën me dalë. E di që kom shit tabelën një 3-4 herë derisa u krya i formula. Do më thonë një aqe gjatë. Po, aqe gjatë. Edhe mora 5. Po, për ton vitin. Po, për ton vitin. Edhe ke shku po në klasë? Jo, kom shku prapë, kom su po. Por 5 e ke marë. Po, i falenderoj edhe daj njahe që ma spjegoj. Më thonë, prej që më qiti jashtë, të... E more 5 pastaj. Po, edhe ka qenë... Deri të tjetra masanej, kur e mojnë men, profesoresha e
kimis, po ma pat qitë nësh, sepse se në vitin 1991 kemi pas probleme atëre në aspektin politik, më thonë okupimi serbe tjera, edhe ato masat e dhunshme, ku edhe kanë dalë shumë nga puna. Baba e ka pas atelen Ulpion, një ashtu një 25-6 metra katror ku ka pikturu dhe ka punu. Edhe atëre masat e dhunshme edhe që të mbabën prej punës, po edhe me policia atje në shku dhe ja kanë gjujt gjitha pikturat e skulpturat e i kanë hek, e kanë qitë jashtë faktikisht. Edhe më thiri baba, tha ja me mdimu me thash, jo s'me marë se kom këtë testin në kimi, tha. Lutë me eja se s'ka kush më. Muan edhe une u dash me shku, thash veç thire arsim pët profesoreshën se ma qetnish. Edhe profesoresa ma qitinish, edhe ma lanish. I kisha kret peshe, veç një nish. Veç një nish, e mësova kretat kimin e disha përmensh, edhe në fund vitit u befasun ata arsimtar, profesorat tjerë, pse unë aty. Të rgoja që ma ka qitë nish. Edhe qka u ba? Atë met nish apo e përgjithsove? Jo, mu bo 4 masanej se do me thonë dhe me që s'bën prej nishit 5. Po ato bët kuptimet Ato bët kuptimet e këtyne hershit të kohës, të asaj kohë. Po, veç i ke shpëtu pikturat edhe skulpturat e babës. Po. Edhe ka ditë se ka qenë edhe Kojshik e ka qenë profesoresha, e ka kuptu që nuk e kam rejt që e kam thonë, se i tha vetë baba, po prap s'kam qenë aty. Na e tregove një kujtim të lezetshëm, shumë të mirë, me Dajen edhe me peshën që e ke marrë, edhe një kujtim pak si të lidhur. Po, me nishin. Por këto mendoj që të kanë ndihmu me qenë ky që je sot. Mirë po, shumë të kanë ndihmu edhe Londra. Ti 16 vjeç, kjo ka qenë në moshën 15 vjeçare, ndërsa 16 vjeç diku, Po, kam shku në Londër. Po, e kemi pas edhe vitin e dytë, ka qenë sfidues sepse atëherë na mbyllën shkollën edhe kemi mësu në për dhoma private, në për shtëpi private. Gjevdedoda e ka pas ma ndryshe se Sami Frashëri, atëherë i Vëllolla kanë thirë, se ata e kanë pas shtëpinë e hertizve tash që edhe e shëndrum në muze, ndërsa Gjevdedoda ka qenë në për dhoma në shtëpi të ndryshme. Pra kishim për shembull gjeografi në tasligje, matematik në arbëri, fizik, dikun tjetër, do më thonë ishim të shpërndar në për pika të ndryshme, edhe ajo ka qenë ajo koha, po them si 16 vjeçar, kur koha e rëndë, ajo ka qenë ajo koha e rëndë që... Kur edhe u shike që situata ishte e tensionume, sepse filloi edhe lufta në Sloveni, Kroaci, edhe atëherë edhe i kërkoshin djemt 16, 17, 18 vjeçar për me qenë ushtri, kështu që ishte momenti kur unë vendosa me shku në Londër, kisha vajzën e Agjës atje Ilirianën, edhe shkova në Londër për pushime të fund vitit, mirë po, situata vazhdoj me u tensionu edhe si 16 vjeçar atëherë vazhdova shkollimin në Londër. Po edhe ajo më ka bo mas mirë t'i Londra, se unë kam qenë nështë një djallë që na nanat i lasdrojnë ata djemt e vetë, këtu të na, zakonisht. Një djallë nështë pak ma i lasdrum, mirë po në Londër nuk kam pas kush me më lasdru. Ke pas vetë me i la teshat e tuja, vetë me po me hangër. Gjitha vetë. Vetë të gjitha. Plus, kur e paramendoj që në atë mosh, e në atë kohë, nuk ka pas rrjete sociale, nuk ka pas Viber, nuk ka pas WhatsApp. Do të thotë ka qenë një telefonat edhe ato ishte ndoshta ati me shku në post, me thirë familjen, ose edhe letrat. Sa i ke mungu nanës dhe sa rande ka pas nana? Se një djalë edhe 3 vajzë. Unë e di sa i ka mungu, se nana ka qenë, gjithmonë e ka pas atë relacionin me mu të veçantë, se
si e vogël nuk ka pas motër e vlla dhe kanë trajtu ndoshta sikur as mos me pas fëmijë. Po, se vajzë. Se vajzë, nuk e ka numru. Dhe ka pas atë, edhe pse ma vonë, normal ma vonë masa ne ka pas një vlla e motër i kam sot daje në tezën, po ato kur ka qenë e re, domethënë nuk i ka pas, edhe i ka met ajo trauma e asaj kohe, kur masane kur kam lindun, ka thonë që e du djalin ma shumë se vajza, se qikat, edhe pse ka 3. Ju ka thonë fytyra ashtu, dhe nuk i thamë shpesh, nanë mos thuja ashtu para tyne. Ka thonë, ja, s'po moj, se qështu e kam djenje. Ka pas edhe si krah. E kur kam shku, po, ka pas si krah, kur kam shku si 16 vjeqar, në atëherë nuk i pata pa 2 vjetë diqka, në deri 18 diqka. Se unë fillova me shku në shkolla atje, masane i mora do çmime, do awards në shkollë, edhe për gjithën si nëzanë si maj mirë në shkollë, edhe mi thirën, mi ftu më prind. Wow, Po thash prind duhet me marë vizat, se edhe ja dërgun një letër. Në vitin 1994, kur ka qenë shumë vështirë me marë viza për Britani, ju ka ndonë 2 prindve të mi viza. I kanë marrë dhe kanë ardhur në Londër. Sa krenar kanë qenë të dytë? Super krenar, po ka qenë diçka interesante që unë nuk e kam vrejt sa jom rrit, prej 16 deri në 18 vjetë fizikisht të jom rrit. Kur dola me prit në aeroport, po këshyri deri sa dalin, adhen me dal, baba, nana, dhe tash e ki atë perspektiven ku ti i pret në relacion me sa ti ke qenë me ta dhe nuk i shisha, deri sa kur i pash një 2 vogël mu duken. Tu hec ka unë edhe i pash jam prind të mi, edhe sen i parë që i thash, wow, thash që i ka gjetë mëre kështu, thash pas një hin uj. Dhe në kokni... Si reaguan ato? Nana garant ka fillu me qa. Qajt nana, se pasa jom rritën. Edhe me të vërtet nuk më ranë men mu që unë jom rritë, se jom hija than uj. E ka pas shumë vështirë se e tregojnë motrat. So herë kanë hangër, kanë pi, kur janë ullë në tavolinë, ka pas fotografinë teme, edhe ka qenë shumë emocionale që s'kam qenë unë aty. S'kam qenë edhe se ka ditë, ajo me sigur, thas jam, më thonë, si 16 vjeqar, 17, 18. A jeti hangër, a jeti fjetë. Kush po të marrën, se u mësuk, kush po të këshyrë. Edhe me të rëgu drejten, për mu ka qenë eksperiencë fantastike Londra, sidomos ajo ku si unë edhe 16 vjeç. është dasht me u mësu vetë, është dasht edhe me gjetë punë, edhe me punu, edhe... Çka ke punu? Edhe kam punu, kam laen, kam punu kamarier, kam punu barmen, masanej kam punu edhe në për si organizatori eventeve të ndryshme, masanej, më thonë, kam pas punë të ndryshme, po fillimi ka qenë shumë i vështirë. Se më qitëshim prej punës, se s'po di me laen, më thonë, po hargjon shumë ujë të nxehtë, edhe më kanë qitë prej punës se ditën e parë, thjesht s'po dishe me laen, se po hargjon shumë ujë të nxehtë, se vike një lugë, unë e lasha një lugë, vike një thikë, unë e lasha një thikë. Theshe një, dush njerë mi bo kretë bashkë, masanej mi lasë, po dishe. Edhe në qëtërim prej punës, masanej të maru sandviqa, një sandwich bar. Po. Atëre si teenager e kom pas që të ke huna gjaka njerë, kështu prej... Edhe në ullësha dhe që isha dorën edhe munal ke huna, po ata më panë edhe që ka ndodhi, u frigun, në qëtëm prej punë edhe si rezultati saj. Deri so... A ke banu me diken, a ke pas të kush me uqan do njëherë, a ke pas dikujt që thonë, o bre, më ka marrë mali për shpi, ose a ke pas dikujt mi thonë, më qitën bre prej pune, qa me botash? Atëre ka qenë, nuk kam qenë veç unë kanë qenë faktikisht një numër i madh i trive që pa të ardhë. Unë kam shku me 8 korrik vitin 1992, prej 8 korrikut deri në shtator pa të ardhë shumë aeroplana, sepse vetëm ka fillu me u ditë që situata po kesohet, po përkesohet të rantë edhe shumë moshatarë të mi pa të ardhë në Londër, kështu që na kemi kriju një shoqëri tre atje ku edhe u shishim ose atë gjete punë, atë gjete ti, shko qëtu se ka punë, se shko që atje, mundojshim edhe mi ndimu njëni tjetrit, edhe normal me u kajt me njëni tjetrin aty, ose me baj gare me...
Po Me kem e kam ke pas qenë ma edhe japës qikën e aty. Axhës, vajzën e Axhës, Ilirionën, me te kam jetu, edhe normal fillimisht e djali i Axhës ka qenë edhe Fuadi me gruën e vet, me Mikin, edhe me Ilirionën masanej me qikën e Axhës. Do me thonë ke banu me ta. Fillimisht krejt bashkë masanej unë me qikën e Axhës, me Ilirionën, me te kam jetu. Po. Shumë mirë. Ato e kam pas ashtu si motër të madhe. Pse vendose me studiu arkitekturën? Kjo Ke është... qenë nxënës shumë i mirë, ke marrë çmime dhe pastaj në arkitekturë. Po arkitektura dhe kjo ka qenë edhe pyetja e prindve të mi në fillim atëherë, se unë kam fillu me studiu fillimisht atëherë u flitke në vitet e 90-ta për kompjutera, apo mësën për kompjutera. Që është i thesh? Dhe më thonë me mësu programime, me mësu software engineering, e kësisene. Unë pa ta fillu me mësu faktikisht në shkollë atjerë, direct computer training që ka qenë specifikume për programim. Po, do ke shumë me mërzitshme gjua programuse, se derisa e bëjshë një program për me po që ka po del, të shkojshë një javë dit, masanej dilke një sen shumë i thjesht, masanej S'ke pas durim. kode sene, po gjuhën programuse e kam kuptu, e kam bo, mirë po kam qenë e kam pas në shtatë sensin kreativ, se jam rrit edhe me babën, kur kam shku në shkollë, mas shkollës, shkojsha me këshyra, pikturojke, vizatojke, edhe unë isha me kopju babën në atelier, në studio atje, edhe aspektin e shkenca, matematikën prej gjyshit, kështu që kisha dy atë edhe shkencën edhe artin. Plus ke qenë në Gjevde Dot, 2 vitet e Dot, para. po, pikrisht. Kështu që e kam pas këtë, për atje kam qenë star mathematician, se atje matematiki bëjshë me digitron, unë delësha në tabel me ju të regu ranja katrore këto, edhe umanit që në qysh ku i ke mësu këto. Si jam përmbush me këto aspekte, ma shumë ka përmbush kjo çështja tjetër e artit pa morë, vizatimeve, skulpturave, pikturave, këto gjona që masanej janë ndërlidh me arkitekturë, se arkitektura përveç që është shkencë është edhe art. Më thonë ndërlishmëria masanej e artit edhe shkencës ka qenë arkitektura që i ka pru inxhinierin edhe aspektin artistik bashk, e për te kësaj që ka mësu ma vonë që është edhe ma kryesorja faktikisht, impakti në dijen edhe nëndijen e njeriut. Më thonë aspekti psikologjik i krijimit të një vepre arkitektonike edhe impaktin që ka në jetën e njerëzve. Kjo ka qenë masanej, që thojnë ajo cherry on the top, kjo qërshia mbi torte që thojnë, që më ka interesu shumë edhe kam studiu me pasion arkitekturën. Se nuk ka qenë veç në aspektin formal, me kriju forma, po si ajo behavior, kjo impakti psikologjik në qysh ne sillemi me zvete, qysh e kuptojmë botën, qysh e kuptojmë veten, edhe gjitha këto elemente që kanë impakt psikologjik në dije edhe në nëndije të njerëzve. E këto kanë qenë ato gjona që më kanë interesu shumë, masanej ku edhe forma arkitekturës vjen si rezultat i analizave të njerëzve, të nevojave të tyne, të funksionit të programit. Masanej vinë elemente tjera si materialet, si, do më thonë, këto janë pikat kyqe, movement flow, lëvizja, lëvizshmëria, në përhapsin, drita, hija, masanej ndjenja materialet, cilat ato ma të lëmuara, ma të ndafshta, ose ma qëfar impakti e kanë, qështë ti ju afrosh ose largosh, nëse i kupton edhe din me i dizajnu, atëre e përmbushin njeriun me energji pozitive. Nëse nuk i kupton, nëse i keq dizajnon, apo i keq konfiguron, atëre të shtjerrin, të bojnë me të një të lodhen, se të lodhen. Nëse si organizon si duhet mënyrë të mirë, po. Të kthejmë pak prej Londrës në Prishtinë. Sa të lodh Prishtina? Sa e keq organizuar apo e mirë organizuar është Prishtina? Si e ke gjetë kur ke ardhur? Dhe kjo është që Prishtina të lodh,
për arsye që, po them, ke hapësina që janë pozitive, që janë të mira, që nuk lodhen, që të mushin energji pozitive, edhe ke të tjera që të lodhen, që të mushin energji negative. Edhe kjo ndërlidhet me psikologjinë e njeriut që ndihet në hapësina. Për shembull, momentin kur ne dalim prej vendit ku jetojmë, qysh e njim veten. Kjo fillon faktikisht edhe qysh na I kemi dizajnu, organizu hapësinat për brenda, qysh janë të orientume në relacion me diellin. Për shembull, nëse në mëngjes ta nxjerr gjumin dielli, atëherë ti me shumë e fillon ditën mirë, në mënyrë pozitive. Nëse ti në mëngjes duhet me ta nxjerr gjumin alarmi, se s'bjen dielli kurrë, sepse e ki të orientum dhomën Ka veriu, po. Ka veriu, apo edhe ka perëndimi, se që aty që është. Po, që ashtu. Prap nuk është pozitive. Po nëse ti zgjohesh me diell, edhe të përcjell dielli gjatë të ditës, ka lindja I ke dhomat e fjeqës, tash po flasim për Kosovë, se nëse jenë pjesë të ndryshme të botës, ndryshe janë. Po, ndryshe I organizon. Po këtu, zgjohesh në lindje, kalon ditën në jug edhe pret mbrëmjen në perëndim, domethënë kjo është vetëm çështje ti organizon shtëpinë tonë që I ndihmon një ndjenje pozitive edhe një ndjenje më të shëndosh edhe në mënyrë psiqike dhe fizike. Kjo është një bazë. Masanej këto e ndërton kur del jashtë. Hapësinat ku ti hec. E si është ndërtu me Prishtina? Prishtina, normal, tash në zonat të ndryshme ke probleme të ndryshme, edhe këto janë ato të cilat ne tash po punojmë për me I përmirësu. Për shembull, nëse ti je në trotuar edhe nuk e nin veten të sigurt, ajo të lodh. Nëse je në trotuar edhe nin veten të sigurt, është pozitive dhe don me hec. Nëse është ka gjelbrim, është edhe një element tjetër shtesë pozitiv. Nëse mas ki opcione, për shembull, për me ul apo për me mas 200-300 metra prap e nin veten sigurt, varet çfarë demografie je, a je I ri, a je I vjetër, a mundesh me hec shumë ajo. Edhe duhet me I mendu, domethënë çysh e dizajnon qytetin edhe këto hapësirat e ndryshme në relacion me fëmijët, a kanë ku me dalë, ku me lujt, ku me pasër kriju, me qenë të sigurt, prind ku me I qu fëmijët, ku ata lujnë, po të njëjtën kohë kur I qojnë për me lujt, a kanë ata pika ku mund me ul, me pi një kafe apo me diskutu me dikën tjetër, ose pleqt vetë janë në shtëpi, dojnë me dalë, a kanë ku me u taku, me shoqni, dikon ku me ul, ku me u shoqru, me socializu, edhe si është ajo ndjenja prej pikës A në pikën B, prej ku ti zgjohesh prej gjumit ose ku jeton, edhe ku ki me shku, qysh e ndin veten gjatë atij procesit të hecjes. Edhe kjo masanej vendos për shembull për shumë nëse vendosin me hyp kerrit, se që aty në kerr, makinë, e nin veten ma të sigur, se je mrena. Po aty tash ti je mrena, je I vetmum, s'ki mundësi socializimi, nalesh në trafik, ki radio nashta dhe ndëgjon. Po e lexon libër. Po nuk lexon të vozit. Po kur hec për shembull, nëse ki eksperiencën pozitive, të mirë, të shëndetshme, që ti kënaqesh tu hec, se ki gjana që she, krijon një pater, një rnek që thonë, që është I shëndetshëm, që s'ki nevojë për shembull vetë qyteti të bëhet gjim, të bëhet proces I shëndosh, qysh hec prej një pike në pikën tjetër, sepse edhe kënaqesh duke hec, edhe është I shëndetshëm për me hec, edhe takon njerëz për gjatë rrugës. A je ty arrit me ba Prishtinën kështu? Po, përkundër sfidave të ndryshme, po them se njerëz ndoshta kanë probleme edhe me kuptu iniciativat të cilat I marrin. Për shembull, kemi pas po e marr veç sheshin George Bush, që ka qenë një diskutim I madh. Ne duhet me dizajnu hapësina me prioritet për qytetar, që hecin kam, që njihen të sigurt në për hapësina publike, që takojnë njëri tjetrin, që ka evente, krijojnë evente ku takohen njerëz, që you celebrate life, e feston jetën në qytet, edhe qyteti po krijon gjëra pa pare, për ty. Domethënë ti që aty kënaqesh edhe takon nuk je I mbyllur në shtëpi.
ndërsa kerri, makina, a i bjen në përsheshin Gjergj Bush, se ka veç prej katedrales, deri te Grandi, edhe prap hin aty në trafik. Tash ti ose hin qështu drejt, edhe shko atje te Banka Qendrore e Kosovës, ose ktheu djathas, kësi majtas e prap djathas në Bab Doll ti jetë në njëjtin vend. Mirë po, njënën anë, nëse kjo i fokusohet ose ndërlidhet me shesh për këmësor, e ki një eksperiencë tjetër shtesë pozitive për qytetarët, për evente, për me festu jetën. Në anën tjetër, ti po ja humbë qatë mundësi qytetarëve, po ja u jep makinave, po ja u jep nashta 200 njerëzve që janë makina, po ja u humbë 20.000 njerëzve që hesin kom. A e din që të kanë kritiku shumë? Po e di, po ma shumë janë, tash gjithmonë njen ata që kritikojnë që bojnë zhurmë. Këta që janë me ty nuk njen se këta janë me ty. Këta janë me ty edhe këta. Edhe ti me ndonë, zakonisht edhe dorëzohen, për këtë arsye edhe njerëz ose politikanët bin pre e këtyne gjonave të cilat janë për të mirën qytetarëve, po ndoshta nuk janë populliste, se njerëz nuk i kuptojnë. Tash që kuptohen, unë i kuptoj në aspektin profesional që kjo është për të mirën qytetarëve, nuk jam të bëjë gjona se veç mu ka tek. Po janë gjona që e ngrisin ato ndjenjen pozitive të qytetarëve në kryeqytet gjatë lëvizjes në hapësina publike, e përmirësojnë shëndetin e njeriut, e zbresin problemin e ajrit për shkak të ndotur, ndotjes të ajrit si rezultat i makinave, edhe ngrisin në aspektin ekonomik, zhvillimin e bizneseve, edhe mundësive të ndryshme për qytetarë në këto hapësina, plus e krijojnë Prishtinën si një vend për turizëm, për art, për kulturë, për zhvillim të ekonomisë, jo një vend ku ti nëse del jashtë je gjithmonë i pasigurt, duhesh me hi mrena nkerë, edhe je i burgosur si rezultatin i qyteti. Në kohën kur Kesh dizajnu, po. Ju bashkë me ekipin e juj e keni dizajnu të tillë edhe i keni stopu makinat andej, unë gjithmonë e merja se luftoja, në të vërtet jo për ju, por për idenë që me u kriju sheshi. Për shkak se unë kam pas një përvoj në Washington, në DuPont Circle. Kemi qenë me vetur. Kolegu jem që vozit të tha, Gjeri del, tha në Starbucks, porosit e kafe, thash, unë në vetur, qysh mu ashtu? Tha, lirisht, tha, shko merë, tha, kafe në Starbucks, tha, unë nuk lëvizi shumë, ishim në qarkullim, do të thot në vetur, ty shku në zyrë. Unë kom dal, e kom porosit në Starbucks kafen, kom prit, deri sa më ka ardhre, e fillimisht me porosit, kom prit deri sa e ka ba, do më thonë një 20 minuta kanë shku aty, kom dal, vetura ka lëviz vetëm 10-15 metër, do me thonë, trafik tepër i madhë se rush hour. I thojsha, çka po pritni, po edhe Prishtina është krye qytet. S'ka krye qytet, unë e di edhe Londra njësoj e ka. Do me thonë, s'ka qytet, apo krye qytet, që ka volum të madh të punëtorëve brenda, që nuk ka rush hour edhe që nuk pritet në trafik. Edhe i thojsha, pse po bani nervoz, ju po pritni as 5 minuta, unë kom prit 20 minuta. Në bazë të gjithë, mirë që po i përmend, se qytetarët nuk e din këte, po ne e dim sepse i bëjmë matjet. Në bazë të gjitha kalkulimeve, se ne edhe i masim edhe trafikun. Ne kemi trafiku urban, për shembull, autobusat, përafërsisht, hecin me shpejtësinë më të madhe në Evropë, në Prishtinë. Më thonë, gjithkund tjetër, edhe në vende si, për shembull, Shkupin që e kemi këtu, apo Tiranën, apo Podgoricën, apo Londrën, apo Parisin, apo lëvizja e autobusëve është më e shpejta në Prishtinë. Sot. Ne kemi bo tash edhe disa përmirësime tjera, shtesë intervenime, të cilat edhe kanë me përmirësu edhe ma shumë. Krijojmë edhe këto linjat e autobusëve që përmirësojmë prap edhe ma shumë. Unazën e kryeqytetit që po them është tash ende e bllokuar
prej niveli qendror, sepse edhe sot para gjatë kampanjës për shembull kryeministri ka thonë vetë që do ta zhbllokojmë brenda 3 muajve kur të fitojmë, po i duket që s'ka fitu, ka fitu tjetër kush, edhe prapë është, domethënë nuk pajtohen për me shty përpara unazën e kryeqytetit. Ne jemi kryeqytet, i kemi 140.000 makina që hyjnë në ditë në kryeqytet. 140.000 makina. Çka do të thonë kjo është një influks i madh. Si e matni? Kemi kamerat, të cilat janë të vendosura, edhe me software të ndërlidhura me kamera. Do të thonë i kemi matjet korrekte që çdo ditë parafërsisht kemi 140.000 kere në kryeqytet. Po tash çka dojmë me bo, do thonë se krejt këto kjo është një gjë e mirë për kryeqytetin, është informatë e mirë sepse do të thonë njerëz po vinë, po punojnë, po kalojnë kohë në kryeqytet. Tash ne nëse se kemi përkrajen e nivelit qendror në këtë aspekt, sepse kemi një fond prej 206 milionëve prej EBRD-s që pret veç një nënshkrim prej Ministrit të Financave, 82.4 milion tyne janë grant, pra janë fal, po ja që nuk e nënshkruan, ende se nënshkruajnë. Ne çka dojmë me bo, dojmë me ndërtu vetë. Edhe kemi bo një kalkulim shumë të thjeshtë. Nëse ne bojmë një taks për gjitha makinat që s'janë të Prishtinës, a je Prishtinës, s'pagun. A je i Graçanicës, pagun. Domethënë ki me bo 1 euro në ditë, edhe një vjet e pagun përpara 365 euro në vit. Nëse po e zvogloj ka kjo, se tentojmë pak me zvoglu, prej 140.000 makinave binë në 100.000, kjo e bjen një shumë prej 36.5 milion euro në vit taks, cila neve në ndihmon pastaj me ndërtu unazën. Domethënë ne ndërtojmë, e marrim një investitor, një bashkë investim, e marrim edhe ne e përfundojmë unazën për 6-7 vjet, e ndërtojmë me pare të qytetarëve të këtij 51%-shit që i voton njerëz që bllokojnë unazën e kryeqytetit. Do të thotë, po ta nënshkruante kontratën me EBRD-n, Ministri i Financave, ju nuk do ta veni taksën. Normal, se s'kemi nevojë. Sepse i kemi prej 206 milionëve që është e kalkuluar që kushton unaza, 82.4 milion janë grant, janë fal. Domethënë neve na kishin vyet veç 100 diçka milion me një kredi të butë, pra kemi edhe ne nuk i kishim bu asnjë barr qytetarëve, po ja që ne duhet me gjetë alternativa, nëse niveli qendror e bllokon kryeqytetin, kryeqyteti ka mundësi tjera shtesë për me shty proceset përpara. Po them neve edhe me sheshin George Bush ashtu janë mundu me na blloku, edhe me këtë Qamil Hoxhën që tash e lirun. Tash edhe rruga e Pishave u liru. Po, edhe u liru që është Qamil Hoxha. Edhe se nuk, do më thonë, janë lojra të kota politike që është për fat të keq që ne edhe sot në vitin 2026 kemi politikanë, po them që punojnë kundër popullit, se nuk po punojnë kundër meje. Unë kam opcione të shumta gjithmonë. Po ja që po i hupin kohë një popullit tonë, të i bloku projektet madhore që e dim që i bojnë mirë kryeqytetit edhe gjithë vendit. Unaza e kryeqytetit e shliron kryeqytetin edhe krijon edhe një ashtu influks të madh të bizneseve tjera shtesë me ardhmë. Po, edhe orientohen në atë pjesë, po. Edhe orientohen, po edhe kemi, domethënë, edhe një qarkore që edhe e përmirëson ajrin për brenda qytetit, krijon mundësi të lëvizjes të shpejtë, krijon masanej edhe një ndjenjë më të mirë, më pozitive për të tjerët që lëvizin për brenda kryeqytetit, mundësi, po them, të shumta edhe për me kriju punë, investime. Sa kohë duhet që të ndërtohet një? 24 muaj. Për 24 muaj do të ishte gati. Absolutisht, mundet me qenë edhe më herët me kompani të mëdha si këto që kanë për shembull Bechtel Amerikan apo e tash ne për këtë arsye kemi organizuar konferencën për investitor 28, 29 dhe 30, pra kemi 28 prill, reception në orën mramje, prej orës 7 mramje, për 29 kemi konferencën për investitor American Investor Conference, por apo e bojmë me përkraje të ambasadës amerikane, edhe të AmCham, American Chamber of Commerce, që tash po i shpallim këto mundësit
për investime të sektorit privat. E normal që këto ndërlidhen, po them, me unaza e kryeqytetit, spitali i kryeqytetit, gjitha këto duhet me qenë tash bashkëinvestime mes komunës edhe sektorit privat. Për me i zhvillu këto. Pra kemi kapacitet, kemi mundësi, krejt që ka lypim, po them, as po lypim dimre qeverisë. Po merrnu me punë tjera më të mëdha, mos u merrni me bllokada të kryeqytetit. Mos na bllokoni, mos vazhdoni bllokadën. Sepse nuk munden me na blloku, nuk munden me na nal, veç po i zhveshim, po i tregojmë faktikisht kush janë. Siç që kemi tregu, po them edhe tash. Kështu që uroj që të bashkëpunojnë me neve, i kemi edhe lojrat mesetare të vitit 2030, për cilat neve na vyn kjo unaz, s'kemi çfarë pa e bo. Pra, stop këtyne blokadave ose lojrave të lodha politike edhe të ecim përpara qysh edhe meriton ky popull. Ty të njohin të gjithë që ti je person, e thash edhe në fillim, në hyrje të emisionit, që ti je njeri që bashkon, nuk të interesojnë orientimet politike partijake. Ty të intereson profesionisti. Ti edhe në ekipin tënd ke shumë profesionistë të partive të ndryshme politike. Prandaj edhe qytetarët të kritikojnë, por të duan për këtë fakt, që je inkluziv dhe nuk je ekskluziv. Do të thotë nuk. Si ndjehesh ti personalisht kur të kritikojnë e nuk ke faj? Atë dhem. Unë është dasht me mësu këtë çështje që mos me janë për të madhe njerëzve që kritikojnë, sepse nuk e kuptojnë. Nuk më kuptojnë, faktikisht, se nëse më kishin kuptu, ose të kishin pas rast me nejt me mu me jam spjegu, e kishin kuptu që është për të mirën e tyne, për të mirën e qytetarëve, edhe të gjitha këto procese që po i bëjmë. Ose nëse diçka nuk po ndodh, e të regojmë pse s'po ndodh. Po të them, ka gjana të cilat edhe unë vetë kisha pas qef me i kry shumë ma mirë, shumë ma shpejt. Mirë, por ne kemi një mekanizëm, një shoqni, një kontekst shoqnor me cilin duhet me punu edhe me ngre për para, që thojnë me ngre zhak për para, se janë bare madhe. Po them, këto po i them, politikanë të cilët mendojnë veç qysh me bloku, me sabotu, duhet me ngre zhak për para. Më thonë edhe që ato po i bojmë në përgjitha prë. Unë nuk dorëzohem, se di që jam këtu për të mirën qytetarëve, di që jam në anën e të mirës, edhe në gjykata, nëse janë kur i qesim, ne fitojmë se ne kemi me drejt, jo ata. Më thonë, çdo gjë që bëjmë është ligjore, në baza ligjore. Që thonë s'na ka lyp leje, nëse s'kemi lyp leje, s'ka pas nevojë me lyp leje. Vet i kanë qitë ata këto rregullat ad hoc për me na bloku, jo që është dasht na me kërku. Edhe kur këto dalin në gjykata dhe merr vendim gjykata, ju tregon që ashtu qysh kemi thonë ne është se kemi ekipën profesionale, bazë të cilës i shtyjmë proceset përpara. A kishim pas dëshirë na me punu bashk? Absolutisht po, edhe jemi të hapur gjithmonë. Pra pinates majmë, ke blloku dje, sot e ke ndru menën, hajde po punojmë bashk, pas një problem. Qytetarët po ashtu që binë pre e dezinformatave të ndryshme, nuk jam nxo për të madhe, se nuk e din. Aq që kanë informatën, e krijojnë mendimin, ja ka mush mendën dikush, edhe unë po them, unë jam këtu për me bo mirë për kryeqytet, për qytetin tonë, nuk jam këtu me ma dit dikush. Më thonë, me më thonë, ko ke djali mira, djali keq. Më ka thonë gjyshja kër në kone i vogël, ka dek gjyshja, tash s'kom nevoj ma. Më thonë, i bëj senet pse besoj që po i bëj për të mirën e qytetarëve, jo për me ma dit dikush. Për atë edhe, pse një ma i letë për mu, po menoni që është keq që pas na mbyllën e sheshin Gjergj Busha, që po ja hapi. Këshirne që veç bëhet ma keq. Unë e di që ka mu bo ma keq nëse ne kishim hap. Po që po e përfundojmë, apo do një me provu një muj, kur të përfundojmë, ja u hapi edhe masane kime pa që kanë me lut krejt, mbyllës se s'ko ka kjo zgjedhja. Se unë e di prej aspekti profesional. Nuk jemi në të partë që po i hapim rrugët për qytetar, për këmësor, e po i mbyllim për makina. Në më thonë, qytetet të ndryshme në botë e kanë bo, sepse është domosdoshme. Qysh rritet qyteti edhe nevojitet transformimi, nevojitet krijimi hapësirave publike për qytetar. Me i pa sot Kopenhaga e ka pas problemin e njëtë si na në vitin 1975, 76. Në më thonë, para 50 vjetë ata e kanë marrë vendimin që na kemi marrë tash. Para 50 vjetë, edhe sot
Kopenhaga një qytet fantastik. Vjena, njëtën. Londra tash mas neve e ka marrë vendimin për me mbyll Oxford Street. Më thonë krejt, ajo është qendra. Që, po. Edhe po e mbyllin, pse? Se e shohin që e ardhmja nuk është kerri. Edhe ne nuk po e hekim kerrin, që ku i kemi unazën e brendshme, tash e kemi kriju. Po thojmë edhe unazën e jashtme, s'po thojmë që neve nuk na duhen kerret. Po nuk na duhen me hi nër balkon të banesave apo të këtyne kafiqave apo restoraneve e tjera. Nëse dën me kerr, që ti je këtu në Graçanic, me kerr vjen para Unë e të paguaj shtëpisë. taksën. Po Okej, të kalojmë në diçka pak ma të lezetshme, se hallet e Prishtinës kanë me vazhdu edhe kur unë e ti nuk do t'jemi më. Po, është organizëm i Se gjallë. është organizëm i gjallë dhe gjithmonë shkon ty u zhvillu. O, ky karante se la mirë, është me kryetarin, është. Unë po t'a dërgoj tani një SMS dhe ti, pa e pa, do t'ja dërgosh 5 miqve tu. Do t'na tregosh edhe cilve miq po ja dërgon, por mos e lexo, vetëm bëje copy and paste. Në WhatsApp po ta dërgoj, e ke. E ndërkohë, derisa kryetari Rama i dërgon SMS-in, ne miq të nderuar ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot kom të gjithë me ju gatu një pite. Piten që zgjodha unë me gatu është baklasarma. Nuk e di tash ti me ju tregu drejt ju persona për komente që ju i thonë kështu, ju i shtu. Unë flas gjuhën ato që ju më rrit me atë gjuhë, dhe 70 vjet i kom bo me atë gjuhë, me ato produkte dhe i përdore ashtu si janë. Nëse ju i dini ma mirë me asi lirisht shkruni në komente, po normal pa ofendi, nëse keni nevojë me ofendu. Prandaj, baklasarma është një pitë shumë e vjetër, të cilët e praktikojmë na, nuk ja di prej adhen qyshë tek, vetëm e di që gjyshja dhe nana ime edhe tash unë e gatu vjera ime edhe të gjithë. Dhe për to ju nevojitet. Për një tepsi kështu, që është të shporeti që i thojmë na, 4 ore ju nevojitet gjys litre ujë të vakët edhe pak kryp. Mundën e mi shtu, për shembull, ashtu një lugë, 2 vaj, mundën e mi shtu edhe 2 lugë vaj në brum shkrelës, por nuk ju kisha preferu, unë nuk e praktikoj me gatu me vaj ulliri, por mundën e mi qit 2 lugë vaj ulliri në brum dhe kur gjë tjetër. Dhe kështu e gatune dhe e fetoni një brum të mirë, të butë, dhe tashtune pasi kom gatu brumin, po fillojmë me përgatitje. Pra e kemi kështu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tamam. Dhe më thonë i bojmë dikun, i dojmë në 16 kuleq, për arsye se një pet i përmban 2 kuleq. Tash e hapim kuleqt. Tani pasi kemi hap kuleqt, i lënë pak një 5 minuta 10 derisa bujmehën dhe të shtrehen ma mirë dhe bojmë gati tepsin. Në tepsi poshtu. Shqyqone, për me ju da gjithmonë ushqimi ose çka do që të përgatitni me ju da gjithmonë mirë dhe me pa gjithmonë shijen e njëjtë nga era dhe shija kur ndryshon, nuk janë ashtë të shishme. Gjithmonë duhen me pas një masë. Për shembull, unë e kam lugën e madhe, e kam për me qit një lugë mes katmerave. E kam 2 lugë për me qit në tepsi dhe 2 lugë me lymë mbi. Do të thotë është një masë e cila është shumë perfekte, për arsye se nuk përmban shumë yndyrë dhe gjithashtu mundet me dalë pitja mirë. Ashtu i bëm 2 nga 2 dhe i lojmë pak me ndezë, për me mujtë më hapë ma lezë. Dhe të çfarë do piti që e gatuj, në asë një mënyrë nuk e qetë ma shumë se një lugë mes katmerave. Nëse janë 6-8, 6 lugë. Nëse janë ma shumë, tash në varë. Me thonë, është një masë të cila e përcakton, do me thonë një mënyrë e cila muj me thonë që është minimum yndyrë. Me thonë, është mjaftë të shëndetshme. Dhe
Edhe tani fillojmë me bo mështjelljen. Tash të mështjelljen e merrni një pjesë mështjellni dhe këtu dhe pjesën tjetër. Kështu që mos më grumbullu shumë peta dhe me qenë ashtu më bo që thojnë ka ana eme atjena më bo dullmec. Kështu që e bani do me thonë kështu, dy janë e mështjellni dhe kjo thjesht bëhet ma e mirë. E merrni me dy qushe edhe e vënë në tepsi. Me letrën bora është shumë lehtë me punu. Dhe në të vërtet është ndihmet shumë e madhe në kuzhinë. Këto qoshe tanash, janë pak ma të thrasha. Që keni dëshirë mundeni me i prej me i hek, por une nuk e kisha ngut. Pasi kemi me qitë kos, ato sigurisht botën. Kush ka dëshirë pak ma të reshta me hongër, atëherë i hanë. Kush tanë, pra mundeni thjesht me prej këtë pjesën e trash, por une nuk kam dëshirë, nuk e pres. Këto nuk e prejni dhe i fund, vetëm pak në formë me thik, ja jepni deri sa të bëhet një vikshtu. Bukur po do këtë shumë, besoj që është edhe shishme. Kjo u kry, atëherë e qesim edhe një dy lukë gjallë mbi. Edhe ta shte fusim me pjek në 250 gradë deri sa të skuqet. Unë zakonisht e boj me jogurt, për arsye se shpërndahet ma mirë, se kur përboj me kas ajo po jetë pak edhe si jo gjithkas po shpërndahet. Prandaj unë preferoj me bo me jogurt e ju e boni si të doni. Atëherë, për na tepsin që pam, e merrni 1 litër jogurt, 1 thelbi apo 2 hudhër, veni pak kryp sipas dëshirës dhe asgjë tjetër. Këto e përzini mirë dhe posa të nxjerrim pitën, atëherë e përvlojmë ose qysh më thonë e mbulojmë me kos. Ajo çka këtë pitë e bën jashtëzakonisht mirë është sepse duhet derisa është krejtësisht kështu e nxehtë me ia kthy kosin. Tani ulni këto skajat e pitës mirë, i largoni këto pjesë ka pak për me hy edhe poshtë jogurti. Edhe një mshefsi tjetër të cilën unë e praktikoj zakonisht është pasi që të keni mbulu me kos, atëherë merrni një foli plastikës dhe ja veni për arsye se nëse leni kështu, atëherë kosi do t'jetë nalt edhe ajo pjesa nuk do të zbutet poshtë. Prandaj për mu bashkëdysu këto bashkë me qenë dhe me fitu një shijet mirë, atëherë e merrni kështu me folije, edhe ne, dhe e mbuloni kështu krejtësisht, e leni kështu deri sa të ftofet. Une nuk e kisha ngut ma shumë, për arsye se kjo spako duhet një 10 minuta me ne kështu, deri sa të ajën pak petës dhe të pin kosin. Prandaj shikus të nderuar, une me këtë baklasarëm ju përshëndes deri në emisionin e radhës, duke ruar gjithë të mira. Miq të nderuar, kryetari Rama i dërgoi SMS-at. SMS-i tingëllon kështu: Jëm ty dasht me dal me hec në këmbë rrugëve në për disa lagje, me pa çka ka, a o kry naj pun, apo vjen me mu. Ta qes edhe një kafe e një byrek të nxehtë me jogurt. Fillimisht po të pyes, a e besojnë që e ke dërgu ti këtë mesazh? Me siguri jo. Pse? Se nuk tingëllon si une. Kujt ja ke dërgu? Këtu ja dërgova, pa përshet që shumica s'mujnë me dalë me mu me pi që who is this, a përshet, ja ke dërgova Kristalës, që po thot who is this. Okej, Duna Grus mi kallëzu që kjo është... Okej, t'ja qojmë një? Po, një selfie po e bëjmë edhe... Kristalla po thot, ha ha ha, that's so sweet.
atë ka ardhe dhe ndonjë SMS tjetër? Një SMS prej një mikut këtu, prej Ilirit, po thot, qomi me DHL. Byrekun, jogurtin, kafe. Po, edhe më pas ka ardhe prej Urimit, po thot, ma kishtë thy, po jam në Londër, e ke me mu anaj tjetër, Urim. Edhe një, atë dys mu kanë lajmëru ende. Okej. Tani, po kalojmë të kjo pjesa tjetër. Tu, po të afroj pak të, e merë kavanozin, këtu janë 25 pyetje. Ani, po filloj me këte, a? Po. Po e marim një. Ups, më falë, Kobi. Kobi. Sinqerisht, sa kafe në ditë duhen për të drejtuar këtë qytet? Unë pi shumë kafe dhe nuk i numëroj. Po zakonisht pi shumë kafe gjatë ditës, deri ka në ora 4, nuk pi kafe mas orës 4. Hiq fare. Mas orës 4 jo, ka njerë nështë atë qëllën dhe 5, po masane jo. Kur bësh nervoz, a pil ma shumë apo ma I pak? përzin është se pi kafe, masane e kthej edhe në qaj, pi edhe qaj, masane prap kafe, kështu që kafe, Okej, po e bën një balans. Uj, kafe, qaj. Okej, shumë mirë. Ja, e bëj një balans. Edhe kur lodhem unë meditoj, ko meditimin transcendental, 18 minuta, Po. është sikur me fjet 8 orë. Në zyrë? Po, Atë lojnë? po, Atë lojnë? po, i thëm 18 minuta mësë më pengoni, edhe meditoj. Shumë bukur. Po. Shumë nice. Shkojmë me pyetjen e dytë. Pyetja e dytë, po të ishte Prishtina person, a do të vinte me kohë, apo do të vonoje në takime dhe nëse do të vonoje, çfarë do t'i thoshe? Prishtina, sinqerisht mendoj që është person që do të vinte me kohë. Okej. Nuk do të vonohej, kështu që do të vinte edhe ashtu me stil, me një super cool stil. Cool. Po. Si e kishe paramendu Prishtinën? Si femën të bukur? Si një mashkull të hishëm? Apo si një mashkull me muskuj? Një femën pak që është si dreqa? Unë e paramenoj Prishtinën ashtu edhe mashkull edhe femra si një energji shumë pozitive, shumë e mirë, shumë kreative, me karakter unik, një energji që gjithmonë nuk dorëzohet kur, gjona të reja. Jo, vjen në kohë. Jo, se ka punë tjera me kry. Vjen 1 minutë, 2 minuta ma herët. Vjen pak ma herët. Që mos me prit tjetër kush. Mos me prit tjetër kush, ashtu. Po mu vonu, zvonohet, po edhe kur të vjen me një ide kreative, me stil, me pozitivitet vjen. Vjen këndshëm, vjen mirë, edhe ta bën ditën e mirë. Sa bukur. Jo me ta bo ditën e mirë, shtu të baj-baj, Jo, ditën e mirë. Ta ndreq ditën. Ta ndreq ditën, po. Shumë bukur. Shumë përshkrimi bukur. Faleminderit. Shkojmë me pyetjen e tretë. Kjo ishte përgjigje shumë e bukur. Po ta kishte Prishtina një grup në Viber, Messenger ose WhatsApp, cila lagje do të ishte ajo që do të ankoj më shumë dhe pse? Okej. Atëre, gjithsesi, që lagja që do të ankoj më shumë që është kodra e trimave. Edhe kjo është për arsye se kodra e trimave ka një histori ashtu pak ndoshta ma të vështirë se lagjet tjera. E kanë edhe disa pjesë, si Kolovica për shembull disa pjesë, po kodra e trimave ka rezultuar se është transformuar në një lagje në mënyrë shumë ma organike, ma kaotike, ma ashtu të familjeve që kanë pas nevojë, për shembull, të cilat kanë jetu ndoshta në pjesë periferike, në përfshatra, po që nuk kanë pas mungesë të transportit, mungesë të punës, edhe është dashur me u afru qytetit, për me mbijetu, me gjetë punë,
me shku në shkolla, me qu fëmijët e vetë shkolla, se s'ka pas atë dhe trafiku ka qenë shumë më i mangët se që është sot, trafiku urban për shembull. Edhe si rezultat kemi vendosje të familjeve të ndryshme që kanë ardhur, janë vendosë edhe në toka në prona të komunës, kanë ndërtu në mënyrë ilegale, edhe ajo ka kriju tash probleme të shumta edhe të infrastrukturës, edhe të probleme të shumta sociale, ku edhe këto familje të cilat masanej janë zhvillu, janë rrit, po janë rrit aty në mënyrë organike, sepse edhe nuk ka pas për periudha të gjata kohore, 30, 40, 50 vjet, plane regulative, urbanistike, qysh me i rregullu. Pastaj, kur tash edhe kanë ardhur disa plane regulative, urbanistike, nuk kanë qenë për shembull të mirëfillta, sepse është propozu për shembull me u rënu çdo gjë dhe me u kriju diçka e re, po kush e pagun atë çka rënohet, çka bën me ato familje që janë mësuar në atë konstelacion, me atë shoqëni, me ata kojshi. Si mendoni ju me rregull? Edhe ne tash e kemi bë planin e rigjenerimit. Domethënë për herë të parë tash ne kemi kriju plan të rigjenerimit të kodrës së trimave, ku ne edhe ju ofrojmë nuk i shtim me zër, por ne po ofrojmë në kapacitetet e komunës, për shembull në zonat ku po komuna ka ende prona të lira, me bashkëinvestim me sektorin privat, me një formulë e cila për shembull 30% i takojnë komunës, 70% sektorit privat, e atë 30% për shembull e përdorim për me ju mundësu këtyne familjeve që janë në prona të komunës, që janë në mënyrë jo ligjore aty edhe nuk i kanë legale, nuk mujnë as me i shit, as me i kolateralizu për me qelë biznes, apo me i eduku fëmijët e vetë, po duhet janë meq aty, ne po ju ofrojmë që për secili metër katror ku je ti tash aty në mënyrë jo ligjore, me marrë 1 metër katror në zhvillim të ri. Pra edhe një ndërtesë e re, 1 metra katror, po me planifikim urban, me ndërlidhje me shkolla, me qerë dhe me gjitha. A ka rezistencë? Jo, nuk ka rezistencë, po thënë janë duke mirë prit këtë proces qytetarët e kodrës të trimave, sepse ju kemi tregu, po them që kjo formulë faktikisht është për të mirën e tyne, mirë po merë kohë, se tash jemi në proces, për ta tregova edhe këtë konferencën për investitor, ku edhe ne po iftojmë tash me punu me sektorin privat, pikrisht për me zhvillu, me shti në funksion këtë proces për me zgjidhë një problem shumë të madh. Edhe kjo është praktikisht projekt afatgjatë. Po, se kjo diçka që zhvillohet për 50-60 vjet, kjo gjenerat mas gjenerate, nuk ndryshohet për 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet. Domethënë kjo është një proces 20-25 vjeçar. Mirë po, deri tash nuk ka pas vizion se si me u zgjidh ky problem. Tash e kemi edhe në aspektin urban, po edhe në aspektin ekonomik e financiar, edhe në aspektin social e psikologjik. Pra edhe impakti social e psikologjik edhe ekonomik janë të kalkulume edhe të mirë planifikume për me fillu me ndodh kjo. E ne tash po krijojmë, po them edhe me mësimin tërditor ku po ndërtojmë edhe shkolla, me kriju kushte të tjera shtesë. Jemi duke punu, po them, edhe në Smart City, tash e kemi edhe qytetin e mençur, po investojmë edhe në këto pockets në pika ku mundemi me gjelbru, me hap, ose me kriju zona të rekreacionit, pra me hek ato elementet negative, me i vendos gjanat pozitive, edhe me kriju jetë për rreth këtyne gjanave pozitive. Në mënyrë indirekte, po shkojmë edhe, veç kemi fillu veprimin. Tash e 4 vjet, ne vetëm se, po them, kemi kriju parqe të ndryshme në kodrë të trimave, parqe rekreative, ndryshim, po edhe kemi përfundu këto planin e rigjenerimit, po e presim veç tash me kalu planin zhvillimor komunal, sepse na vjen ky dokument bazë, që na mundson masanej për me hi kësaj zone edhe zona tjera në kryeqytet. Kemi tregu po ashtu që me Kalabrin për shembull, ku kemi vendos një 3.5% të secilit zhvillim i kthehet komunitetit. Çka do të thonë ajo? Në 100.000 metra katror të zhvillume, 3.500 metra katror shfrytëzohen për shkolla, për qerdhe, për affordable housing, për banesa të përballueshme ose banesa sociale, që janë të ndërlidhura me gjitha zhvillimet e reja. Deri tash po them, s'ka mendu askush impaktin në komunitet, tash me këto planet e reja, me zhvillimet e reja,
Në Kalabri, për shembull, vetëm se kemi që na janë kthy neve për 6.000 metra katror. Edhe këto tash nuk kemi me pas ma problem ku me bo një qerdhe nëse na duhet, ku me bo një shkollë nëse na duhet, ku me kriju një qendër tërditore, për shembull për fëmijë që me nevoja, me autizëm ose me Down syndrome, ose për pleq të moshuar e tjera. Pra plani zhvillimor komunal do të na mundsoj që gjitha pjesët e kryeqytetit me zhvillim do të zhvillohen edhe për mundësi tjera shtesë për komunitet. Shumë bukur. Shumë bukur. Benit, faleminderit për pyetjen, se e morëm një përgjigje fantastike dhe i mësuam disa gjëra të reja që unë personalisht nuk i kam ditë. Fundit të s'po jetoj në Prishtinë. Gjithmonë po e maj ato të Graçanicës. I kemi edhe 2 pyetje këtu, po para se të shkojmë të këto 2 pyetje, unë do të shkoja, miq të nderuar, ta ndjekim recetën e Rudit, ta shohim se çfarë ëmbëlsire ka përgatitur sot. Përshëndetje miq të dashur, ndoshta peshini që jeni në një ambient tjetër, por na me Gjerin së bashku kemi vendosur që ëmbëlsirat e Rudit i gjerojmë në Rudis Cake. Ky është ambienti i Rudis Cake, ku bën ëmbëlsirat shumë të ëmbla dhe shumë të shijshme. Çka kemi me përgatit në këtë sezon të ri? E kemi zgjedhur një recetë të lehtë me kokos. Petat si gjithmonë i kemi të përgatitura për arsye se kemi ndarë receta me juve, që si t'i përgatiti petat e ndryshme. Kështu që na po fillojmë me përgatitjen e kremës. E lëshojmë në nxehtësi, e kemi këtu panën, ku i kemi vendosur 400 ml. 200 ml do t'i vendosim për vlim, ndërsa 200 ml do t'i vendosim në këtë enën këtu për rrahje. Unë po e përgatiti në sasi të vogël. Ja marrim edhe një sasi të vogël kësaj këtu, të vendosim këtu. Marrim një shpatull, e pastrojmë. Këtë pjesë kemi me e bo me mikser. Kështu që fillojmë. Pana është e gatshme, është e rrahur 70%. Kur përgatisim kremën mus, asnjëherë nuk e rrohim panën plotësisht. Në anën tjetër kemi vendosur panën për vlim, derisa të vloj plotësisht, edhe kemi me i mat çokoladën e bardhë. Ku do t'i vendosim 200 gram çokoladë. Dhe këtu kemi vendosur çokoladën të cilën kemi me bashku me panën e vluar. Pana e rrahur, çokolada e bardhë, pana e vluar, i bojmë të gjitha së bashku, ja shtojmë një sasi të vogël të kokosit dhe kremës së kokosit, të cilën e kemi përgatitur me çokoladë të bardhë, pana dhe shije të kokosit. Pana ka vluar dhe e vendosim sipër çokoladës së bardhë. Që të kanë qëto e kemi bo shumë të mirë për me i donë enë të palame. Pastaj i dërgojmë në kuzhinë brenda, derisa ta përfundojmë recetën. Presim derisa të shkrihet plotësisht çokolada e bardhë dhe përzim me shpatull. Dhe pastaj e bashkojmë me pjesën e panës së rrahur. Do i vendosim në këtë silikonin këtu. Kremën, pasi që ta përgatisim. Çokolada është shkriv dhe bashkoj me panën e rrahur. Ja shtojmë kremën e kokosit. 2 lugë të vogla për shije, pasi që edhe kemi sasin më të vogël, edhe i shtojmë kokos të bluar sipas dëshirës. Unë për jashtë një sasi të vogël, sa për shije. Kur dëshironi me imbush format e silikonit, atëherë gjithmonë preferohet që krema të jetë sa më e hollë, në mënyrë që të mbushen sa më mirë format e silikonit. E marrim qesën e pastiqerisë, të cilën e kemi këtu. E vendosim kesën në qese. Dhe fillojmë me mbushjen e formave.
Nëse si keni qeset e pastiqerisë, vendosni në një bokall, shpejt që e keni dhe mundeni me i mushliresht. Petat, si që dhe thash më herët, i kam të gashme dhe i kam prerë në formën e silikonit, i vendosim. Dhe me shtë dashur, ëmbëlsira është gjysmë e gashme, po e vendosim për ngrirje dhe pras 2 orëve, deri në 3 orë, varësisht se që si e keni frizin, kthehemi dhe e dekorojmë ëmbëlsiren. Me shtë dashur, ëmbëlsira është e gashme për me u largu ka forma. Unë po e largoj vetëm njërën, tjerat i kthej prapë në friz minus. Në anën tjetër e kom përgatit glazurën në çokoladës së bardhë, recetën e të cilës mund ta gjeni në njërin nga emisionet Maj Gjos me Gjerin në kanalin tonë të YouTube-it. Si që dhe po e shini, kam vendosur pjatën këtu. Një sasi të vogël të kremës, të cilën e kam përgatit, e kom vendos në qeset e pastiqerisë dhe të ta përdori si dekor të ëmbëlsirës. Marrim kokosin, si dhe e marrim Rafaelon, e prejmë në gjysmë dhe e vendosim si dekor të ëmbëlsirës. Për mi dhonë pak në ngjyrë mundemi me shtu dhe gjithë të mente, sa ma shumë që të ketë ngjyrë ëmbëlsira është më atraktive dhe jam ishte dashur një ëmbëlsirë simbolike mirë për shumë e shishme. Mos e leni pa e provu dhe shihemi në emisionin e radhës. Cila gjë kontrollohet më vështirë, trafiku apo politika dhe pse? Okej. Gjithsesi që politika kontrollohet shumë më vështirë, sepse trafiku përkundër problemeve të shumta e ka një logjik. Derisa vendimet politike që po i marrin këta politikanë tonë nuk kanë asnjë logjik. Kështu që definitivisht politika kontrollohet shumë më vështirë se çdo gjë tjetër. Okej, pyetje shumë e bukur, Beni. Edhe përgjigjen e kishim, e dija se unë përgjigjen e dija, po. Edhe tani pyetja e fundit. Po thot, përfundoje për fjalin, ti e din se jeton në Prishtinë kur nihesh super cool. Super cool, super chill. Yeah. Do të thot për ty, ti e din kur jeton në Prishtinë, kur ndihesh super cool. Edhe kryetarin, Ja. ju prishtinalite keni super cool. Unë kryetarin tema se një, nuk e di kush kone kom kryetar në Graçanic. Por në këto qaste, që ta njihni pak më shumë kryetarin e komunës së Prishtinës, të kryeqytetit, të themi kështu, të Kosovës, unë kam thirrë në telefon miq, por kryesisht 2 bashkëpunëtor dhe një mike të vjetër të kahmotshme të kryetarit të Prishtinës Parim Rama. Fillimisht do ta ndjekim se ç'na thot drejtori për transformim të kryeqytetit, Gëzim Kastrati. Giza, ta ndjekim. Fillimisht përshëndetje për juve dhe të gjithë shikuesit e emisionit tuaj. Njëkohësisht faleminderit për mundësinë e dhënë që të ndaj momente bashkëpunimi me kryetarin e kryeqytetit Parim Rama. Me kryetarin njehemi tash disa vite, por ajo që na ka bashkuar më shumti është vizioni i tij i qartë për kryeqytetin. Them vizion i qartë sepse deri më tani ka pas vizione të cilat në mënyrë periferike apo sporadike janë marrë kryesisht me problemet aktuale në qytet. Dhe ky vizion i kryetarit Rama jep zgjidhje për secilin nga këto probleme. Duke filluar nga projekte transformuese, të cilat e bëjnë qytetin më të jetueshëm, më të gjelbërt, më funksional dhe që është më me rasti më të sigurt. Pra, shumica këtyre problemeve apo problematikave janë të zgjidhshme. Ne mund të përmendim shumë zgjidhje të cilat janë bërë. Mirë po atë që du me potencu është që
Në fillim të gjitha këto projekte ja shiku si projekte utopike apo projekte të paralizuara, mirë po me këtë e ka dëshmu edhe ai edhe ekipi i tij që të gjitha këto projekte nuk janë premtime, por janë thjesht projekte transformuese të qytetit, pasi që ato në pikat e caktuara edhe kanë filluar. Pra, mund të themi lirisht që është një vizion i cili edhe e transformon qytetin dhe e kthen atë më afër qytetarit. Pika tjetër është që kisha me potencu që kryetari Rama është një punëtor shumë i madh. Këtë po e them me plot përgjegjësi, pasi që është ai i cili i pari shkon në punë, pra në orë 7:30 çdo herë në punë dhe i fundit del nga zyra e tij. Gjithashtu si koleg apo edhe në jetën sociale mendoj që është një njeri mjaft i afërt, mjaft i hapur, ku t'jep mundësi edhe të bashkëpunimit, edhe të bashkëbisedimit dhe të vendimarrjes. Për fund kryetar vazhdo me mbajt kursin apo vizionin për Prishtinën dhe të gjithë ata që duan Prishtinën do të bashkangjiten në këtë rrugtim. Një fjali për Gizën. Giza ta më djali i Prishtinës. Ndërsa tani e kemi një mendim, të themi kështu, një video të shkurtër nga Pranvera Vula, me të cilën edhe keni shku në shkollë, jeni miq të vjetër, unë e di që Pranvera tash ka ardhur edhe për ditëlindjen tuaj që e ka organizu festën Kristalja, kështu që e morëm edhe një mendim të Pranverës për ju. Tung Gjeri, Pranvera këto. Ndëgjova sot se do ta kesh një person shumë interesant në emision, zotri për parim Rama, jej! Edhe ashtu më tregu se unë e Rama kemi qenë shoqe, për që i kena qenë shumë të vegjël, edhe po ashtu kemi kthyer shotën në kohën Mati, edhe patëm shku në Sloveni, për parimin e kena pas Sokol shotën kryetari, edhe patëm fitu. Edhe kemi qenë jetin grup, të lutna, të regoj, bëne me boni valzim, bëran vogël, veç për ty Gjeri, se të dua shumë. I dua të dyve, kalofshit bukur, edhe shihemi së shpejti. Mua! Ndërsa tani e kemi edhe një bashkëpunëtor tjetër i cili është, për mendimin tim, është fantastik në stilin e tij unik të humorit. Edhe prandaj e kam përzgjedh që na tregoj edhe ky, se Giza është shumë ma serioz, është djali i Prishtinës, po shumë serioz, ndërsa dhe ky është djali i Prishtinës, po ky ka tjetër qasje komplet. Ta ndjekim, është fjala për arkitektin Visar Geci. I tung, Visari pranë aparatit telefonik duke bërë kundërvojtje në komunikacion, një mesazh për parimin, do më thonë për kryetarin, se Gjekim ka obligu me inqizu vetën me dha një mesazh për ty. Gjindem një këtu në komunikacion, liber s'po bëj me lexu, se ka shkirë dhe gja. Po, s'po kujtu të fjallë bira t'je mëj me të thonë. Mas pari, urime Prishtinë, që ajo rruga të pishat më në fund nuk kanë gjetë as kom dinosaurusit, as në shqetla, as nuk kanë gjetë kuletën e Kleopatrës, as kur gjetë se shërt aty kanë pos me gjetë tërlit sene. Edhe tash u shliru atyje, edhe mundë me po rrugën të banë që është dohet, sikur të regje plusin e sej. Po ashtu, mirë shumë që përshkën të Gjeki në intervist, edhe shpresoj që ta kom po terminin me përkësine, për me ndrejsh frizurën, flëkt. E kom gjetë njerin, tha, kur ja kalzova fotografin tonë, tha shamosh me qesë që to, tha po vish me metër katror. 5 euro gëdita me to metrin katror, me ndishin e 50 euro kryet, ban, më stalin, pejme e ki, veç ka qethë, bëne insan, edhe shkrepe. Hajde, urime, me një kime nga shtëpia ime. Ky është fenomenal. Një fjali të shkurtër për Pranverën dhe një fjali të shkurtër për
Visarin? Pranverën e kom ashtu mikesht të fëminis, e kom të zemrës, është një vajzë fenomenale, është arkitekte dhe ajo, interior designer. Kështu që so arshijemi kalojmë kohë të mrekullueshme, faleminderit shumë Pranvera. Mi kujtoj ato kohët e fëminis, si kemi pas ka 14 vjetë kër kemi shku me kësy me valzu. Te nuk e kemi ditë 14 të din me valzu bukur. Po, me valzu, po tash s'kam valzu ma ti, po. Me valzu shotën, kemi qenë edhe në Zagreb, edhe në Rogashka Slatin, Sloveni. Edhe pas këtë fitu? Kemi fitu, po se kemi fitu, edhe si rezultat, pas ne kemi shku me marë pjesë në këto vitin 1990, 89-90 që atër e ka qenë. E me Visarin, Visari është legjend e kryeqytetit, që edhe unë e du fort për stilin e tij, të drejt për drejt, që ashtu i vyn këtij vendit. Po, është shumë unik. Veç mos lexo libra të vëzit edhe mos bë kundërvajtje. Mos fol në telefon. Mos e ngo gjerin shumë. Unë i falenderoj që të tret, falenderit shumë se në një afat me gjithatë të shkurtër, se unë e di që të dytë të tret në të vërtet, janë shumë të angazhuar se cilën në punën e vetë. Me gjithatë, më ka dalë me njëherë më kanë thënë po, pa problem, e bëjmë, edhe Visari tha, qysh po donë me ta bo, thash, në stilin tënd, thash, në asë një stil tjetër, pos në stilin tënd unik që e ke. I pam këto, por tani do të doja miq të nderuar që të kthehemi edhe një herë te kuzhina, ta ndjekim recetën e Mamadeus, dhe posa të ndjekim recetën e Mamadeus, unë kam vetëm edhe pak punë me kryetarin e kryeqendrës. Përshëndetje të dashur miq. Sot jam këtu te Xhiri edhe ko marrë me përgatit një mëngjes alladea. Çka quajmë alladea? Quajmë petlla me tërshan edhe shtoj edhe pak çokoladë bardhë dhe çokoladë zezë. Pa dalë e mirë në fund nuk e lën. Po fillojmë. Për këtë recetë, për këtë mëngjes shumë të lehtë, mas pari na vjen me i përvjel mangët. Edhe, çka kam me na vyt, është një gotë fluska tërshëre. I kemi 2 vezë, shtavish për largoj për shpak. Do me thonë, ja qëtëm një gotë fluska tërshëre, 2 vezë, pak miell edhe pak qomësht, i përzim. Masa nuk duhet me qenë kaq e qollët sa më ka dalë mu. Mu më ka dalë shtoj qollët për shkak se nuk e pata rafsh gjysëm gotë e miell. E kjo e kërkon rafsh nëse ja shtoni gjysëm gotë e qomësht, atër rafsh gjysëm gotë e miell me një gotë tërshër edhe 2 vezë. Kështu që po i shtojmë ende miell. Edhe për fund ëmbëlsirën, kështu taman ëmbëlsirën. Kemi mjashtu fluskat e çokoladës ose pokrat e çokoladës, çfarë do që ju i keni në shtëpi. E pa që sheqer nuk i shtova, edhe arsyeja është se i kom shtu çokoladë. Që, tamam, tash po e marr një lugë edhe po fillojmë me i fërgu. Atëherë, një gjë është e sigurt, Xheri këtu ma kalon gati vajin e ullirit shkrela, e për gjana tjera u desht mi gjetë vetë. Diqysh e përdori pa adhim vajin e ullirit, se për e di që është i shëndetshëm, krejt i bëj me ta. Mos harroni shkrela, mundeni me porosit edhe online, era po i vjen gati si tortat e rudit, shkak çokoladës. Dashur miq, kjo është mëngjesi që e përgatita shpit e Xheri sot për gjithë juve e mas shumti për veten, se është për mëngjeseve të mia të preferume. Veç shiheni çokoladë bardhë, çokoladë zezë, tërshër, vezë e qomësht, edhe shishëm, edhe shëndetshëm, edhe gjitha të mirat. Me këtë mëngjes tepër të mirë juve po ju dëshiroj një të dietë të këndshme e ne shihemi javën tjetër.
Mos e kin nxehtë? Jo. Jo, do me thonë nuk kam nevoj me... O ta zbres pak Jo, në mirë, jo. temperaturën. Ta nali pak qështu? Në 24. E ti kush je ti? E qita, jo. Tamam. Shumë bukur. Okej, shkojmë. Do me thënë, përgjigjet tani kemi zakonisht për mysafirët tjerë do t'i kemi nga 10, po ti je kryetari komunës më të madhe të Kosovës, prandaj i ke 20. Dhe do të përgjigjesh vetëm me një fjali pa menduar. Prishtina në një fjalë. Mrekulli. Trafiku kaos apo shpres? Shpres. Kafe apo gjumë? Varet. Fjala që përdorni më shumë gjatë ditës. S'po ta tregoj. Kështu ka tregoma. Kështu tregoma. E tha një fjalë të pistë, po s'po a tregoj se cila është. Pushim apo punë? Më varet prap, edhe punë edhe pushim, dyja duan. Qytetarët të dërueshëm apo kritik? Kemi edhe të durueshëm edhe kritik. Projekti më i dashur për ju? Për Prishtinën, a? Projekti Prishtinës, faktikisht, vetë transformimi i Prishtinës. Platforma ndoshta ajo ka me pas një impakt super pozitiv, që le ndërlidh Arbërin me... Një fjalë. Okej. Prishtina. Po, Prishtina. Mëngjes apo natë? Mëngjes. Një fjalë për opozitën? E morëm përgjigjen? Okej. Prishtina natën e gjalla apo kaotike? E gjallë. Trafiku faj i qytetarëve apo i komunës? I komunës. Kritika të drejta apo të egzageruara? Shumica janë të drejta. Premtimet të mbajtura apo në proces? Kemi të mbajtura edhe në proces. Mediat, mike apo armike? Mike. Qytetarët në komente të drejt apo dramatik? Shumica janë të drejt, kemi edhe dramatik. Projekti që ju ka stresuar më shumë? Projekte që bllokohen. Dinosaurët. Pa. Okej. Një fjalë për kundërshtarët politik? Zgjohuni. Vendimi më i vështirë që keni marrë? Më i vështiri që kam marrë, po gjatë si kryetar, apo... Si kryetar. Ka qenë faktikisht ndoshta vendimi i parë që është dash me vendos për me i shti, me ndez centralin aty termokosin, me mazut, sepse s'ka pasur rrymë, para s'ka pasur rrymë. Edhe dash me ndez mazutin për me nxe qytetarët. Mazutin do të ajrin. Ka qenë është. Ky është shumë e mirë. Në fund të ditës krenar apo i lodhur? Krenar. Shumë bukur. Faleminderit shumë, këto ishin pyetjet e mia, të gjitha. Mirë po, dua të kthehem te një se më intrigove, vetëm edhe te një pyetje. Kur thash vendimi më i vështirë, më pyete si kryetar apo si e kishe në mendje edhe një vendim të vështirë që e ke marrë, jo gjatë postit të kryetarit. Po. Cili është? Po, ka qenë vendimi për me lënë krejt jetën time në Londër, edhe me marrë gjithë familjen edhe me ardhë në shërbim të kryeqytetit. A i e pendu? Jo. Jo, nasë jo. Nuk do të doja ta përfundoja emisionin sot, pa ja dhanë rastin edhe Kobit, me e shtru pyetjen për miqtë e tij Endacak. Cili është plani i komunës që ata qenj Endacak apo edhe strehimoret, shelterët, do të thotë qendrat që i mbledhin këta qenusha Endacak, cili është plani i komunës për me rahatu këtë situatë. Si vjetë, sidomos ka pas shumë klysh të vegjël. E di se edhe unë e kom qenë shumë në teren, se unë jam e apasionume ndaj qenushave dhe kom qenë edhe në teren, edhe kom miq në teren, që shkojnë edhe i ushqejnë, edhe kujdesen për ta i marrin në shtëpi, i rrisin, pastaj s'din çka me bë, do të thotë edhe i kastrojnë, sterilizojnë,
do të thotë, i japin vakcinat kundër parvos, edhe të gjitha gjërat që duhet i bëjnë. Çka do të bëj komuna? Ne dini që kemi marrë vendimet mëdha për me zgjidh problemin e qenëve ndacak në kryeqytet. Jemi të parët edhe të vetmi që kemi strehimore, ne kemi ndërtu strehimoren e re, e cila tash është funksionale, e cila gjatë ton kohës pranon, vaksionon, sterilizon qenë ndacak edhe i qesim për me i adaptu, sepse ideja është me ju gjetë shtëpi, pra mos me i lonë në rrugë, po ashtu kemi marrë masa ku edhe kemi caktu një shumë prej 50 euro në muaj për me ju ndihmu të gjitha familjeve që kanë nevojë, që edhe janë të gatshëm me adaptu qenë ndacak, po edhe atyne që kanë hapësina të mëdha që munden me marrë ma shumë se një qenë, pra 2, 10, 15, 50, që munden me ju shqy edhe me i majtë mirë qenë gjatë jetës të tyne. Pra ne i kastrojmë ose i sterilizojmë, i vaksinojmë, i kryjmë të gjitha shërbimet, edhe masënej i vënojmë për adaptim, e po ashtu edhe ju ndihmojmë familjeve të cilat i adaptojnë qenët ndacak me nga një shumë prej 50 euro. Të gjithë qenët e kanë një mikrochip, edhe në bazë ati mikrochipit dihet pra kur janë vaksionu ose sterilizu, kastru, kur janë adaptu, kush është adaptuesi, edhe qëfar përgjësish merë nëse adapton një qenë. Pra përgjësit janë sikur me adaptu një fëmijë, edhe nuk mund është maja adapton, nuk mund është me lëshu prap në rrugë. Gjobat janë shumë të maja, deri në 3.000 euro gjobë nëse një qenë i adaptum gjendet në rrugë dikun. Pra duhet ata me lajmëru me njëherë nëse ka ka për diçka. Ne kemi zgjidhjen për këto kafshë të mrekullueshme. Apo nin? Edhe po vazhdojmë pra me kastrim, sterilizim edhe adaptim, po duhet edhe niveli qendror me ndërmarrë masa, sepse kjo është një problem i gjithë Kosovës dhe jo vetëm, edhe i regionit. Edhe kafshët përkundër faktit që ne i hekim prej rrugëve, i adaptojmë, edhe po ju ndihmojmë familjeve të cilat i adaptojmë, prapë shihni që vinë edhe prej komunave tjera. Po i nxojnë policët kanë zënë edhe kamion duke i pru në kryeqytet edhe duke i lëshu këtu. Ata duhet normal me u gjobit edhe faktikisht edhe me u fut burg nëse dikush i keq trajton kafshët edhe i ban ashtu prej një pikën tjetrën, pra duhet me i padit. Po ashtu të njëjtën kohë po them edhe shtetin. Ne do të marrim masa edhe ndaj shtetit, ndaj qeverisës për mos marrje të masave për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve. Faleminderit shumë, kjo ishte pyetja e fundit dhe nuk doja ti besja praktikisht borç shokëve të Kobit edhe shokëve tjerë që i ka këtu. Të falenderoj shumë për kohën, unë e di që kohën e ke shumë të vlefshme. Të falenderoj për të gjitha përgjigjet dhe të falenderoj që je cool, se këti vendi jo vetëm që i nevojiten punëtorët, po i nevojiten edhe kryetarët që janë cool. Edhe duhet mu cool pak ma shumë. Edhe duhet mu cool pak ma shumë. Por i nevojiten njerëzit pragmatik dhe njerëzit që e din çka dojnë. Edhe që krijojnë ekipe jashta suazave të partisë, do me thonë... Partijake, po. Jashta suazave partijake. Në fund, pyetja krejt e fundit, miq të nderuar, krejt e fundit, ju e dini, a e dim se të kemi ftu në emision? Jo. Kjo është dhurat për ju, edhe të kemi në majë gjuhës se je VIP. Je very important person, jo vetëm për kryeqytetin e Kosovës, por je very important person me vetë faktin që e thash edhe në fillim të emisionit, që je njeri që bashkon dhe jo njeri që i ndan popullin ton në ne dhe ata. Falemderit shumë. Falemderit shumë, Gjeri. Me emocionove tash, falemderit. Kjo është një dhurat e zemrës edhe do të mbaj këto si një kujtim të mrekullueshëm prej mikës time të zemrës, Gjerit. Falemderit shumë. Shumë falemderit për kohën dhe shumë të falemderit për të gjitha përgjigjet.
Ndërsa miq të nderuar, ju qëndroni të jeni me Radio Televizionin 21. Ne shihemi javën që vjen, ju dëshiroj një javë të këndshme. Mos harroni, sezoni i ri në Majë të Gjuhës ka filluar. Do të kemi edhe shumë mysafir të ndryshëm, por e filluam këtë radhë me kryetarin me të parin e Prishtinës. Ju dua